Thonë janë disa gjëra që është kultura demokratike, kultura politike që duhet rregullojnë çështje që nuk janë detajuara në ligj. Thonë ne u futëm në një ngërsh ligjor, por një arsye vetëm sepse zoti Velia zgjodhi që politikisht mos vepronte. Po kishte drejt, mu. Kishte drejt. Unë nuk hyj diskutimin ka drejt. Mbaj qëndrimin e tij. Jo kishte drejt kuptimin e drejtës, po në kuptimin e një vendimi që duhet ta marr vet. Personalisht jam i mendimit që zoti Velia do të kishte dhënë dorëheqje shumë kohë më parë. Kjo është tjetër gjë politika. Ky është veprim politik. Dhe tani nëse ti do të tregosh ke fituar një betejë politike, do të tregosh që ti ke vlera edhe më të mëdha se betejë që fitove. Unë tisha zoti Velia do jepja dorëheqje nesër. Po ka një gjë që do mbetej në burg. Ha? Do mbetej. Po nuk është, por jo, ka një gjë që të ndodhe kjo, i bie që të mbetet në burg, pastaj që të ndodhe kjo, mund të dalë për të njëjtën arsye. Që të ndodhe kjo, do duhej që shkarkimi sipas zotit Velie të ishte ligjor. Jo. Edhe arrestimi e fitove betejën e shkarkimit. Shkarkimi është i paligjshëm. Dhe ti sot je de jure kryetari i Bashkisë Tiranë. Që do thot, po automatikisht bie kjo tezë, s'ke pse të largohesh. Ta shpjegoj, do më lejoni 2 minuta, vetëm 1 minutë. Më shumë kështu. Ka me shumë dashuri. 2 skenar të mundshëm të gjithë kësaj historie, për mendimin tim. Ose këta juristët e famshëm të Këshillit Bashkiak, të Bashkisë Tiranë, të kryeministrisë dhe të presidencës janë anaplla, janë ata të plepave që thoshin dikur, sepse unë nuk gjej dot mënyrë arsyetim sepse një jurist nuk do duhet të ndjekin proceduralisht. Ose është dhe tjetër Nardi, nuk kanë këllë që t'i thonë shefit shiko, kjo nuk bëhet. Po ata s'më le ta them deri në fund. Po më le mos u bësh ta tani. Pra ose janë ignorant, po e them në pak fjalë, sepse është proceduralitet. Çfarë duhet bërë në rastin e shkarkimit të një kryetari bashkie? Ti më don se ka rënë për shkak të procedurës gjëja apo për shkak të parimit? Po parimi me që mbron gjithë ata. Antarja e gjykatës kushtetuese, po e dëgjoja në një, ka bërë një pyetje që ishte thelbi i gjithçkaje. Kur ja bëri zotit Gjigandit Rusmali. Në lidhje me kur i tha çfarë e cyti presidentin e Republikës që të mos priste afatin për 15 ditësh për të nxjerrë dekretin. Dhe ai nuk dinte të jepte një arsyetim ligjor në raport. Avokat, kjo është baza, se në këtë logjikë që thu ti, po ligji është i shkruar. Mund të përsëritet, a ka, dhe kjo është një pyetje që unë e ngre tani, a ka shanse që Këshilli Bashkiak të mblidhet prap taftoj Veliajn, të respektoj procedurën. Dëgjoj. Jo, po nëse është politikisht vetvase, jo, po juridikisht bëhet. Dëgjoj, më të lutem tani. Mos fut këtë. Po. Ata e shkarkuan zotin Velie sepse thanë që ke munguar 3 muaj në punë. Mungesa mbaronte në 9 maj. Pyetja që ishte logjike që u ngrit nga gjykata kushtetuese në themelin e çështjes. Po pse se nuk e shkarkuat se kërkuat shkarkimin në 10 maj? Po e keni kërkuar në 10 shtator. Se nuk vendosën mbi kërkesën e Ali Mehmetit, shpytja reale. Po ashtu një. Pse nuk si e di Këshilli Bashkiak? Po ti je në atë shkelit afateve. Ka procedura, është ligjore kjo. E dyta, si është mund ti thua që ky ka munguar në punë? Pas ka munguar në punë ky, ku e ka vend në punës ky zotëri nderuar? Se ky vend i punës këtij është kufiri territorial i Bashkisë Tiranë. Kush e mban tetorshin? Kush e mban tetorshin? Se ky nuk është në punës civil, kryetari i Bashkisë, nuk është në punës civil, më është i zgjedhur. E treta, si është e mundur, se këto janë pyetje që u bën themeli i çështjes dhe unë prandaj besova domethënë që këtu kishte mbaruar historia. Zoti Velia i ka firmosur në datën 9 korrik, 9-10 korrik, kur bëra ato ndryshimet Alban Dokushi do ikin, do i vjeshë kjo, ato ndryshime që ja kërkoi Rama. Pra, kur ky pas ka firmosur në datën 9 korrik, atëherë si është e mundur që pas ka qenë tani, ose firma atje në datën 9 korrik është e pavlefshme, sepse ai do duhet të ishte shkarkuar, ose ka ushtruar detyrën. Ose ka ushtruar detyrën. Pra o nuk je, çik Shazan nuk mund të jesh. E kuptove gjën? Iku pra kjo histori. Prandaj po të flas domethënë që kjo është një çështje e mbyllur tashmë juridikisht dhe e mbaruar. Dhe këtu ka 2 gjëra, ajo që sapo që do ta mbaroja. Ose këta janë ignorant fushës dhe ne i bëjmë domethënë sikur janë zotët e jurisprudencës shqiptare. Ose kur fërshkëlleni ai Zeusi, mbreti diell, këta janë domethënë edhe më keq se sa Haxhi Lleshi përpara Enver Hoxhës. Se Haxhi Lleshi, vallë ta dish. Jo, presidenti i kohës ndonjëherë ja kthente fjalën Enver Hoxhës. Ndonjëherë qëllonte që ja kthente fjalën Enver Hoxhës. Këta nuk arrin as deri këtu mo.
E kupton se për çfarë po flasim apo se kupton? Tani dalim tek pjesa që avokatët marrin, kërkojnë, e çojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, kërkojnë të kërkojnë zëvendësimin e masës, dhe i kanë të gjitha tagrat dhe provat për ta kërkuar një gjë të tillë, po të them edhe një herë tjetër. Velia i del dhe mbetet kryetar. Ai kryetar është. Varet sigurisht nga ai kryetar është. Po. Unë ta thash edhe një herë tjetër, po e bëjnë çikës dhe kështu thumbuse sa më pak atë. Vetëm Irena Gjoka mund të mos e nxjerrin nga burgu. Çdo gjyqtar tjetër aktual i gjykatës i GKK-s, gjykatës posaçme, unë besoj me vendimin e gjykatës kushtetuese, me mbylljen e timeve se dosja është në gjykatë dhe me qasjen e Komisionit të Venecias, duhet të jesh analfabet juridik që ti të mos pranosh një gjë të tillë. Dhe këtë nuk e kam për të mbrojtur për t'i bërë avokati Erion Veliej. Tash një tjetër. Për mua Erion Veliej duhet marrë një dënim si qytetar për flas të merituar në raport me atë gjëmën që ka bërë Bashkisë Tiranë. Por kjo nuk ka lidhje me Erion Veliej si personazh. Kjo ka lidhje me pozicionin e kryetarit të Bashkisë. Me pozicionin e kryetarit të Bashkisë, sepse në rast të kundërt do dilnim te ajo pika që tash një tjetër. O Topçiu, ti ke 7 mandate atje, po të harrojnë tu pas mandatit 4 të harrojnë pastaj ty. E kupton? Pra kryeministri i thoshte të gzim Topçiut Maliqit, ose të kanë harruar domethënë ty. Po te kryeministri jemi prapë. Rezart, çfarë mendon se do të jetë reagimi i kryeministrit dhe i Partisë Socialiste në lidhje me këtë vendim? Duke llogaritur pasojat që Velia i mbetet, anulohen zgjedhjet në Tiranë, Velia i mbetet kryetar, mund edhe të lirohet, siç tha avokati në atë skenarin që është shumë i mundshëm që të ndodh. Çfarë mendon se do të prodhoj kjo dhe cili do të jetë reagimi apo qëndrimi që do të mbajë kryeministri i Shqipërisë dhe Partia Socialiste në rastin konkret? Kjo për kryeministrin e qartë çfarë qëndrimi do marrë. Kryeministri ka zgjidhur këtë versionin e mos diskutimit, mos debatimit vendimeve të gjykatave, kur nuk është që i prishin një punë të madhe ose kur nuk i cënojnë në interes dhe për drejt. Në rastin konkret është vendimi i gjykatës kushtetuese, në këtë pikë nuk është që ka vend ose hapësirë shumë për të diskutuar. Vetëm mendoj që çështja do shtrohet në gjykata kushtetuese, kësaj radhe cënoi interesin e qytetarëve, se qytetarët e Tiranës kanë kaq kohë që qeverisin për kryetar bashkie. Unë nuk mendoj që Tirana sot është më keq se ç'ishte kur ishte Erion Veliej kryetar bashkie. Ja, s'besoj fare. Bile mua më duket se më keq atë, se sa tani pra. Nuk është se qytetarëve të Tiranës është bërë një dëm i madh. Megjithatë refreni politik do të jetë gjykata kushtetuese, vendos interesin e një individi përballë interesit të shumicës qytetarëve. Ndërkohë që vërteta. Jo, ky është qëndrimi që do mbajnë deklarativ. Ky është qëndrimi deklarativ. Po në kuptimin e akteve. Unë nuk mendoj, unë ta thash rreth për mendimin tim nëse kryeministri do një përpjekje për ta nëpërmjet Këshillit të Bashkisë. S'ka, nuk vetëm rruga është të ripërsërisin një procedurë, po me rezultat ndryshëm. Ndërkohë që mendoj që politikisht do ishte vetvrasje e madhe që ti të ripërsërisësh njëjtën procedurë për shkak të zotit Veliej dhe për një afat që duhet përfundoj brenda 6 muajsh. Kish parasysh që në 6 muajt e fundit vitit nuk lejon më zgjedhje për. Po na realizohet një skenar, një miku jon këtu e tha, kjo po bëhet që Veliej të dalë, po nuk e besuam kur e tha. Po avokat. Ore, shiko, tu duket çuditshme ty që në orën 5 sot që s'lajmërohet asnjëherë mbledhja e qeverisë, fiks në orën 5 kur do dilte vendimi i gjykatës kushtetuese, kryeministri Mbreti Diell lajmëroi mbledhje qeverie? Ti mendon domosdoshmë që Edi Rama nuk e ka ditur se çfarë vendimi do marrte gjykata kushtetuese? Jo, më se atë. Nuk e di. Okej, në rregull, ke drejt. Gjykata kushtetuese. Pra po flasim. Jo, po flasim, një minutë tani. Po flasim për një gjykatë kushtetuese që nuk e kontrollon Edi Rama, avokat. Sepse po i thua Mbreti Diell, po ndërkohë është shumë e vërtetë. Nuk e kontrollonte kur ishte puna për atë Gjadrin, atë drejt po si ta lexojmë për marrëveshjen me imigrantët, me imigrantë nuk e drejton për atë. As për Orta Xhaçkën, po për në rastin konkret, apo e ndihmon Rama Veliejin me këtë vendim. Ta shpjegova. Është mënyra se si është kalopsuar ngritjet e brendshme brenda gjykatës kushtetuese, më zotërin nderuar. Gjithçka nuk ishte reflektuar një vit më përpara. Një vit më përpara nuk bëhej debati a do ishte Orta Xhaçi apo jo. Sot nuk është, dhe nuk e ka më kryetaren.
Një vit më përpara nuk bëhej më debat a do ishte Sonila Betja apo jo. Sot nuk është më. Një vit më përpara ti kishe me 9 antarë, nuk e ke me 8. Pra, kanë lëvizur ujëra dhe aty te gjykata kushtetuese, oret. Dhe po thua që po normal, Rama nuk i ka më, le të themi, kuotat e influencës saj të mëdha. Dhe unë po të themi një gjë tjetër ty. Një vit më përpara unë të siguroj që nuk do bëhesh asnjë lloj debati për Naureda Llagami. Do ishte aty gjykata kushtetuese. Ta siguroj këtë unë ty. Po një vit përpara. Po fakti që sot ka lëvizur për ca ujëra. Si ta lexoj të kanë lëvizur ca ujëra se... Po çaj ujëra lëvizën se ajo zonja Llagami doli te përgjimet me Klotida Bushkën? A doli aty te përgjimet me Klotida Bushkën? Po, si po, du pak të ajo? Jo, ato i diti, se pasohet juridike të asaj nuk i di unë i diti. Faktë është të mëdhen që doli një vendim i gjykatës që mrena 3 viteve kishin kaluar 3 shkallë gjyqësori, ndërkohë që unë Erezi presi 20 vjet. Për tjatin. Për 3 milion euro. Faktë është domethënë përplasjet që kanë ndodhur midis kryetarit të KED-s, që është sot edhe kryetari i gjykatës të lartë, Sokol Sadushi, si me kryeministrin dhe me gjykatën kushtetuese. Pra duhet të lexosh gjithë aureolën e politikës dhe juridikut. Shqiptar për të marrë vesh domethënë se çfarë ndodh aty, o zotëri. Po, një versionin ndryshëm kanë ardhur. Ha, më në burr. Pse mendon ti që ky vendimi është kundër interesave të Tiranës? Jo, unë e thash, unë kam patur këtu një mikun tonë që s'po e përmend emrin, që e tha këtu live, tha, dhe gjitha kjo po bëhet që Velia e të lirohet, po në atë kohë domethënë e morën me shumë... Nuk është vetëm ky problemi, në gjendjen aktuale sot, a ka interes vërtet e Rama të futet një palëzgjedhje Bashkinë Tiranë? Po i shpalli zgjedhjet. Interes ka, mo. Të shpallë zgjedhjet në dëgjoj një sekond, se ka kaluar nga shtatori, jemi në nëntor, ka kaluar shumë ujë në Rrogos. A mos s'ka ndryshuar në gjë për tani orës tani, mos na çudita. Nuk është që po them që ka drejtuesja e qarku ka probleme ligjore. Urdhë? Por nuk është më e njëjta situatë. Po pse në shtator si kishte? Jo, dëgjoj, s'është janë tjetër gjërat publike, tjetër gjërat private. Kundër teje se po thotë që gjykata kushtetuese apo jo? Jo, unë jam i mendimit gjykata kushtetuese kishte shumë pak hapësirë për një vendim ndryshëm nga ky. Flasim profesionalisht tani, për te i këtyre. Po të marrin... Politikisht i intereson Ramës kjo po thua avokat? Mendoj që Rama nuk humbte gjë nga vendimi. Në 2 rastet. Po supozojmë që është i gatshëm shkojnë në president Bashkisë Tiranë, nuk humbte gjë. Do shkon në palëzgjedhje dhe po doli hapur kundër Veliaj, dhe Veliaj i bëri hapur presion të paktën aty në dëshmin që bëri te gjykata kushtetuese. Jam rritur shumë gjatë. Po kujt i doli hapur mo? Po e konsideroj veten të marrë peng nga banda narkotrafiku si Kolumbi. Po kush është banda që e mori peng? Banda e Farkut. Banda e Farkut. Po pra, jo. Dhe Veliaj, kur kishte mundësinë që të përplasë politikisht me personin që tashim lë ta mbaroj këtu. Po mbaroj. Kur kishte mundësinë që të përplasë politikisht me personin që presupozohet që ka urdhëruar bandën ta marrë peng, tha, unë dua të shikoj në sy ato bashkëpunëtorët e mi në Këshill Bashkiak. Po pse ata të Këshill Bashkiak shkarkoi ty? Zoti i falt tha. Ata e shkarkuan. Zoti i falt. Doridi ata e shkarkuan. Ata i mblodhën një ditë të bukur dhe i thanë, zotri do ta shkarkojmë të njeriu. Doli ky i gjati dhe tha, dielli që kemi në drejtimin e qeverisë dhe tha, tash i tha do ta shkarkojmë Erionin, tha se qytetarët e Tiranës kanë nevojë. Qytetarët e Tiranës kanë nevojë që drejtohet bashkia, jo të jetë shumë drejtim me korrespondencë. Po Rama e shkarkoi Velia, nuk e shkarkoi Këshilli Bashkiak. Ti ishe për Këshillin Bashkiak që shkarkuar që me kërkesën e PD-s. E shkarkuan kur u tha i pari i Partisë Socialiste, tha do ta shkarkojnë Velien. I mblodhi dhe në selit Partisë Socialiste, u tha dhe do ta votoni. Dhe çfarë bën? E bën dhe votimin të hapur, që mos kishte burr nënë që të votonte kundër. E ti do shkoj dhe do shikoj në sy Erioni. Erioni e bëri presionin shumë të lartë para gjykatës kushtetuese. Antarëve të Këshillit Bashkiak e bëri kur aq hapur. Antarëve të Këshillit Bashkiak e bëri presionin. Jo. Në latë nën kupton dhe gjatë gjithë kohës latë nën kupton. Po mirë, nëse i ka bërë presion tash do ta shkarkojë Anoel Aristani si kryetare deleguar të bashkisë, se është ligjërisht kryetar bashkie sot. Nesër mund të çohet qynë mëngjes thotë nuk pëlqen më Anoel Aristani si kryetare deleguar bashkisë, do vej Nardin. E bën do të që të kuptosh me vetë e madhe që nuk ka Nardi ashtu, nuk. Po s'është tash. Dëgjoj, nëse ti do të bësh kjo betejë politike, matëm ke ky, po i gjyq ti poshtë,
Ky skenari që kundërshtove avokatin lidhje me gjykatën kushtetuese që i the intereson Ramës. Është win-win-win, është situatë që fitojnë të gjithë. Gjykata kushtetuese ruan edhe qeverisjendi kushtetues, më në fund dha një vendim që na shpëton nga një idiotësi e kryeministit tonë dashur. Zoti Velia krijon këtë hapësirë ligjore që të shkojë nesër pas të kërkojë një masë të ndryshme sigurimi, dhe Rama shpëton nga zgjedhjet në Tiranë. Për mendimin tim, sot që flasim, Rama nuk ka asnjë lloj interesi të futet një fushatë zgjedhore në Tiranë. Pse do ta riskoj kur mund ta shtyp pas një vite ta bëj fushatën kur do bëj për gjithë Shqipërinë. Nuk ka sot asnjë interes. Pse e vendosin shtator? Me këtë pikën e tretë po më çudit fare. Pse, avokat? Po ishte tjetër gjë në 11 shtator kur e tha që Florbina e mundte Ogerta Manasiliu. Jo, unë jo këtu dal merr Toska që kisha këtu sa për shkak sondazheve, do të bësh përqeshur pastaj. Jo. Dhe këtu jemi në seriozitet total. Tash ne dy duhet bim dakord për një gjë. Në Shqipëri zgjedhjet nuk fitohen, humben. Po mirë, a e kishte të sigurt humben atë? Jo, humben. Kështu që mund mos i fitoj Flori, po mund t'i humbi Ogerta. Po lejmë tani se nuk e besoj këtë unë tani. Po, ekziston si mundësi. Po jo, ekziston. Unë nuk po them që Flori do shkëlqej tash do bëj. Ekziston dhe mundësia që tani të bijë internet ne të bijmë këtu brenda ne. Dhe kjo ekziston si mundësi, po unë po të flas domethënë për gjëra. Kam besim që Redi nuk mjafton kur bie internet. E para punës, ky vendim tregon edhe një herë që atë që ne kemi thënë shumë herë që sistemi i drejtësisë nuk është një sistem drejtësie i kapur. Sepse është thënë shumë që janë njerëz të kapur. Duhet bësh një diferencë ndër fjalën i kapur dhe indikuar. Tani i kapur është shumë larg. Indikuar, opozita thot kamikaz, terrorist, organizatë kriminale. Po se duhet ta ndaj. Po ai është kryetari i partisë më të madhe opozitare. Po nuk marr si referencë opozitën. Po tash hajde flasim për këtë gjëna grënshehen, po diskutimi është ai që vërtet rrezikon mbështetjen e Ramës. Ai është. Tash nëse se këtë nuk e baj dot. Nëse ti do të thuash se Berisha po mbaj xhika vallaj. Ka realisht pushtetin e Ramës, këtu mund të çohemi dhe tikim. Dgjoj, jam dakord me këtë, sepse probabiliteti është. Tani është probabiliteti ulët apo i lartë, por është. Kështu që edhe me këtë jam dakord. Po nuk duhet të kapem me gjëra të vogla, duhet ta shkojmë në makro. Pra është një lajm shumë i mirë që demokracia në Shqipëri funksionon, po funksionojnë institucionet e drejtësisë. Është një lajm inkurajues. Për sa kohë mund të jetë inkurajues, pra kur e ndërhyn ekzekutivi duke kryer një manovër që të gjithë thanë në fakt pritës së vërtetës është e palishme, ja që ka filtra të tjerë kushtetues, ligjor të cilët i thonë stop, kjo ishte e padrejtë. Ky është aspekti pozitiv dhe pjesa që duhet vlerësuar. Tani pjesa tjetër që vjen më pas. Gjithsesi, pavarësisht gjithë zhvillimi pozitiv, Bashkia e Tiranës duhet të gjejë një të mesme të artë. Pra tashmë palët duhet të shkojnë një lloj negociate mendoj unë, që ndoshta ka qenë e refuzuar. Palët dhe këtë fjalën Velia i Rama? Velia me Partinë Socialiste. Duhet shkojnë dhe një negociate, duhet gjetur një mesme artë, sepse ka një gjë. Qartazi, unë nuk jam dakord me atë që thanë kolegët pak më herët që Tirana është më mirë pa Erion Veliajin. Tirana nuk është më mirë pa Erion Veliajin. Sepse qartazi bie në sy që tek mbeturina që kemi lagje, hiqen me më vones, pastërtia ka një ritëm më të ngadalë Tirana që nga ike alergimi zotit Veliaj nga punët, sidomos në përditshmëri. Kjo mund të vijë për shumë arsye, mund të ketë dekurajim të stafit, mund të ketë neglizhencë, mungesë e kërkesës së llogarisë, por bie në sy që Tirana nuk është e njëjta po për keq. Por thënë këtë, unë nuk po them që duhet kthehet Veliaj, nuk e caktoj dot unë. Jo, kjo është interesant. Duhet gjetur një mesme artë. E mesme artë kush është? O duhet shkohet në zgjedhje dhe të ketë një kryetar bashkie, dhe unë besoj që palët do ta gjejnë një pikë të përbashkët. Unë nuk besoj që do vazhdoj pafund kjo aventurë ose kjo betejë që zoti Veliaj e ka me drejtsinë, por në mënyrë indirekte ka dhe me Partinë Socialiste. Pra, është një betejë që në thelb ka pjesën ligjore, që është me institucionet e drejtësisë. Po që Velia i temroi Manastirliun si. Por është edhe pjesa tjetër. Jo, po s'është vetëm ajo. Jo, është. Po është edhe pjesa tjetër ligjore që ka të bëjë me pjesën politike, që ka të bëjë me atë që zoti Velia nuk e ka me PD-n. Madje Partia Demokratike e ka vlerësuar. Zoti Berisha sot e quajti guzimtar, mos gabojmë. E quajti guzimtar, po dhe shiko zoti Velia, shiko si e ka quajtur tani. Apo mirë, tani. Shiko si e ka quajtur tani. Sot thamë. Asnjë, jo. Kjo vendimi gjykatëve që zbatuan ligjin si një dhuratë që Edi Rama, që nuk një asnjë ligje morali, bëri pa dashje kundërshtarit të tij kryesor brenda në parti, Erion Veliajt.
Mirë, tani se ka lavdruar, po ishte një dhuratë jo, pa dashje. dhuratë që Rama i bëri. Kundërshtari i Ramës thotë. Po, i Ramës, në Partinë Socialiste. Gjithsesi, zoti Berisha sot tha guzimtar, i paska qëndruar, mendova që do ta ndryshonte, po i paska qëndruar këtij varianti. Por në fund të ditës, ai që duhet të jetë personi më interesuar që zoti Veliaj ta humbiste këtë betejë është Partia Demokratike, sepse nëse ka patur një rreze ose një përqindje që të dilte mirë në këto zgjedhje, të kishte një humbje dinjitoze, do ishte me Erion Veliaj dhe enturazhin e tij të izoluar. Nëse zoti Erion Veliaj del, enturazhi i tij del nga qelit, automatikisht po besoj që do ketë një pakt të madh me socialistëve, që sidomos për zgjedhje. Dhe automatikisht Partia Demokratike ka zero shans. Ndërsa shansin do ta kishte me Erion Veliaj, aq përqindje të ulët brenda. Më pëlqej vetë pjesa që thotë duhet bëj negociat Veliaj me Partinë Socialiste.